Shega juaj duke e mrekullueshme në pranverë, plot lule të kuqe si zjarr, dhe ju keni pritur me padurim korrjen e vjeshtës. Por tani, në mes të verës, ndoshta po vëreni diçka që ju shqetëson. Lulet po bien pa u bërë fruta. Gjethet nuk duken aq të gjalla sa më parë. Ose thjesht ndjeni instinktivisht se diçka nuk shkon mirë, edhe pse nuk e dini saktësisht çfarë. Kjo është pikërisht koha kur duhet të vëzhgoni shegen tuaj me kujdes shumë të madh, sepse ka 5 shenja që tregojnë, pikërisht tani, në korrik, nëse shega juaj do të jap fruta të bollshme në vjesht ose do t'ju zhgënjej sërish si vitin e kaluar. Shumica e njerëzve i shohin këto shenja çdo ditë, por nuk i kuptojnë fare dhe zbulojnë problemin e vërtet vetëm në tetor, kur pema është tashmë e zhveshur nga fruta dhe është tepër vonë për ta rregulluar këtë vit. Por sot, unë do t'ju tregoj saktësisht çfarë të kërkoni te shega juaj në këto ditë vere, dhe çfarë të bëni menjëherë nëse shihni ndonjë nga këto shenja alarmi. Shega është një nga pemët frutore më dhuruese kur kujdesi është i saktë, plot me vitamina dhe antioksidantë, por është njëkohësisht një nga ato pemë që ndëshkon më shpejt dhe më ashpër gabimet e vogla gjatë verës, pikërisht tani kur po formon frutat e saj. Një vendim i gabuar tani, ose thjesht pak vëmendje, mund të kushtoj gjithë korrjen e vitit. Nëse ende nuk jeni abonuar në kanal, bëjeni tani, sepse çdo javë sjell teknika reale dhe të provuara si këto për pemët dhe kopshtin tuaj, teknika që vijnë nga përvoja reale, jo nga teoria. Le të fillojmë me shenjën e parë, atë që shumica e njerëzve e injorojnë plotësisht sepse mendojnë se është krejt normale. Shenja e parë, dhe ndoshta më e rëndësishmja e të gjithave. Rënia e tepërt e luleve pa u bërë fruta fare. Është plotësisht normale që shega të lëshoj disa nga lulet e saj pa u bërë fruta, kjo ndodh me çdo pemë frutore, madje edhe me pemët më të shëndetshme. Por ka një ndryshim të madh midis disa luleve që bien natyrshëm dhe pothuajse të gjitha luleve që bien. Nëse vëreni se shega juaj po lëshon lulet e saj menjëherë pasi hapen, para se të kenë kohë të fekondohen dhe të fillojnë të bëhen fruta të vegjël, kjo është një shenjë e qartë dhe serioze e problemi. Pse ndodh kjo saktësisht? Ka 3 arsye kryesore që duhet t'i njihni. E para dhe më e zakonshmja. Mungesa e polenizimit. Shega ka nevojë absolute për insekte polenizuese, kryesisht bletët që të bartin polenin nga një lule te tjetra. Nëse ka pak blet në zonën tuaj, sidomos në qytete ku kimikatet dhe ndotja i kanë larguar, ose nëse ju vetë keni spërkatur insekticide të forta kohët e fundit që i largojnë ose i vrasin bletët, lulet nuk fekondohen kurrë dhe bien pa asnjë shpresë. E dyta, stresi nga uji, dhe këtu ka një ironi të bukur, sepse edhe shumë pak ujë edhe shumë ujë çojnë te i njëjti rezultat. Të dyja ekstremet e detyrojnë pemën, në një gjendje mbijetese, të braktisë investimin e saj në lule dhe fruta për të kursyer energjinë për vetë mbijetesën. E treta, dhe kjo është më pak e njohur, mungesa e bores, një mikroelement shumë i vogël në sasi por absolutisht thelbësor për formimin e duhur të frutit, që shpesh mungon në toka të varfëra ose të stërpunuara vazhdimisht me të njëjtat kultura. Çfarë të bëni menjëherë kur vëreni këtë shenjë? Nëse dyshoni për polenizim të dobët, dhe kjo është shumë e zakonshme, sidomos në kopshte të vogla urbane, mund të polenizoni disa lule vetë me dorë, duke përdorur një furçë të vogël dhe të butë, duke kaluar butësisht polenin nga qendra e një luleje te qendra e tjetrës, gjithmonë herët në mëngjes kur lulet janë të hapura plotësisht dhe poleni është më aktiv. Kontrolloni gjithashtu me kujdes ujitjen tuaj, sigurohuni që të jetë e qëndrueshme dhe e njëtrajtshme, jo ekstreme në asnjë drejtim, as thatësire zgjatur as përmbytje. Dhe nëse problemi vazhdon vit pas viti pavarësisht kujdesit të mirë, shtoni pak bor në formën e boraksit të holluar shumë mirë në ujë, ose thjesht përmirësoni tokën me kompost të pasur dhe të larmishëm që sjell mikroelement natyral. Shenja e dytë, gjethet e verdha ose të zbehta që nuk janë normale për këtë sezon të vitit.
Shega e shëndetshme ka gjethe të gjelbra, të gjalla dhe me shkëlqim gjatë gjithë verës. Nëse vëreni se gjethet po zverdhen dukshëm, sidomos gjethet e reja pikërisht në majat e degëve. Ndërsa jemi ende në mes të verës kur gjithçka duhet të jetë e gjelbër dhe vitale, kjo tregon zakonisht një nga dy problemet kryesore, mungesë hekuri ose azoti në tokë, ose probleme serioze me rënjet e ardhura nga uji i tepërt që i mban të mbytura. Gjethet e zbehta dhe të dobta nuk mund të bëjnë fotosintezë siç duhet, dhe kjo do të thotë automatikisht më pak energji e disponueshme për të prodhuar fruta të mëdha, të lëngshme dhe të ëmbla. Çfarë të bëni në këtë rast? Kontrolloni së pari, dhe kjo është shumë e rëndësishme, drenazhimin e tokës rreth shegës, sepse rënjet e mbytura nga uji shpesh shkaktojnë zverdhje edhe kur toka duket e mjaftueshme me lëndë ushqyese në sipërfaqe. Nëse drenazhimi rezulton i mirë dhe problemi vjen vërtet nga mungesa e lëndëve ushqyese, shtoni kompost të pasur dhe pak pleh natyral të pasur me azot, si plehu i hithërës që e kemi përmendur edhe në video të tjera. Brenda 2 deri 3 javësh nga aplikimi, gjethet e reja që dalin duhet të jenë dukshëm më të gjelbra, më të forta dhe më të shëndetshme se ato të mëparshme. Nëse ky informacion po ju ndihmon dhe dëshironi të keni një shegë të shëndetshme dhe plot fruta të kuqe e të ëmbla, bëni klikun e vogël të abonimit tani. Kështu më ndihmoni shumë të vazhdoj të sjell teknika reale çdo javë për kopshtin dhe pemët tuaja. Shenja e tretë, çarje ose njolla të çuditshme në lëvoren e degëve dhe të trungut. Kontrolloni me vëmendje degët e reja dhe trungun kryesor të shegës suaj, duke i shikuar nga afër, jo vetëm me një vështrim të shpejtë. Nëse shihni çarje të thella, ngjyra të errëta të pazakonta që nuk kishit vënë re më parë, ose një substancë ngjitëse që del nga lëvorja si një lloj rrëshire, kjo mund të tregojë disa probleme të ndryshme. Mund të jetë thjesht stres nga ndryshime të mprehta të temperaturës, sidomos nëse pati ngrisë të vonuar në pranverë të ndjekur menjëherë nga një vapë e papritur dhe e fortë. Mund të jetë gjithashtu shenjë e një infeksioni kërpudhor që ka hyrë nëpërmjet plagëve të vogla të lëvores. Të krijuara ndoshta nga një krahasitje e keqbërë ose nga dëme mekanike. Ose mund të jenë insekte të vogla dhe të padukshme që gërryjnë ngadalë nën lëvore, si mori i lëvores së shegës, që dobëson degën me kalimin e javëve pa u vërejtur menjëherë. Çfarë të bëni në këtë rast? Kontrolloni nga afër me një lupë nëse e keni në dispozicion. Nëse shihni vetëm çarje të thjeshta pa asnjë ngjyrë të çuditshme apo lëngë ngjitës, ka shumë të ngjarë të jetë vetëm stres klimatik dhe nuk kërkon veprim urgjent, thjesht vazhdoni kujdesin normal të ujitjes. Por nëse shihni ngjyra të errëta që duken sikur po përhapen, ose atë substancë ngjitëse, hiqni menjëherë degën e prekur me gërshër të pastruara mirë me alkool dhe spërkatni pjesën tjetër të pemës me një tretësirë të lehtë sufuri ose vaj nemi si masë parandaluese kundër përhapjes. Shenja e katërt, frutat e vegjël që bien nga pema para se të arrijnë madhësinë e një portokalli të vogël. Shega e shëndetshme normalisht rrit frutin gradualisht dhe vazhdimisht gjatë gjithë verës, duke u bërë gjithnjë e më e madhe dhe më e fortë çdo javë. Nëse vëreni se frutat e vegjël, ende të gjelbër dhe të vegjël sa një arë e madhe, po bien vazhdimisht nga pema në tokë, kjo është diçka që duhet ta merrni seriozisht. Kjo situatë zakonisht ndodh për 3 arsye kryesore. Stresi nga një thatësire e papritur, veçanërisht pas një periudhe të gjatë ujitjeje të rregullt, që e detyron pemën të sakrifikojë disa fruta për të mbijetuar vetë ajo. Mbi ngarkesa që ndodh kur pema ka lidhur më shumë fruta se sa mund t'i mbajë e t'i ushqejë mirë të gjitha, dhe atëherë vetë natyra e saj i lëshon disa për t'i ushqyer më mirë të tjerat që mbeten. Ky në fakt është shpesh një proces krejt natyral dhe jo domosdoshmërisht shqetësues. Ose dëmtimi nga insekte të vogla që depërtojnë brenda frutit ende të ri dhe të butë, si molliku i shegës që e dëmton nga brenda pa u parë nga jashtë derisa fruti bie vetë. Çfarë të bëni?
Nëse thatësira duket shkaku, stabilizoni ujitjen menjëherë duke e bërë thellë dhe rregullisht dhe mos lejoni asnjë luhatje ekstreme midis tokës krejt të thatë dhe tokës krejt të lagësht. Nëse pema ka vërtet shumë fruta, disa rënje natyrale është krejt normale dhe madje e dobishme për cilësinë e frutave që mbeten, nuk keni pse të shqetësoheni tepër nëse pas kësaj rënjeje ju mbeten ende plot fruta të tjera në pemë. Nëse dyshoni fort për insekte, prisni një nga frutat e rënë dhe kontrollojeni nga brenda, dhe nëse shihni vrima të vogla ose ndonjë krim të vogël, do t'ju duhet të përdorni kurthe feromoni specifike për molikun e shegës që në fillim të sezonit të ardhshëm. Pranverën tjetër. Dhe arrijim të shenja e pestë, ajo që shumë pak njerëz e kontrollojnë fare, por që në realitet tregon më shumë se çdo gjë tjetër nëse shega juaj do të prodhojë mirë jo vetëm sot, por edhe vitin e ardhshëm. Rritja e re e dobët ose mungesa pothuajse e plot e degëve të reja gjatë kësaj vere. Shega prodhon frutat e saj më të mira mbi degë të reja, ato të vitit ose të motshme, jo mbi degët shumë të vjetra, të trasha dhe të drunjëzuara plotësisht. Nëse vëreni se pema juaj pothuajse nuk ka bërë fare rritje të re këtë vit, pra nuk shihni degë të holla, të gjelbra dhe fleksibël që dalin nga degët kryesore, kjo është një shenjë alarmi shumë serioze për prodhimin e vitit të ardhshëm. Edhe nëse këtë vit merrni ende disa fruta nga rritja e viteve të kaluara. Kjo mungesë rritjeje zakonisht vjen nga toka e varfëruar që nuk ka më lëndë të mjaftueshme ushqyese, nga krasitja e gabuar ose mungesa e plot e krasitjes vitin e kaluar që e ka lënë pemën me shumë degë të vjetra dhe jo produktive që zën vend, ose nga rënjë të kufizuara fort nga një vazo shumë e vogël nëse e keni shegën tuaj në balkon. Çfarë të bëni në këtë situatë? Nëse shega juaj është e mbjellë në tokë, shtoni kompost të pasur dhe të plot në fund të vjeshtës dhe konsideroni seriozisht një krasitje të lehtë dhe të menduar në dimër, duke hequr disa nga degët më të vjetra dhe jo produktive për të nxitur pemën të bëjë rritje të re dhe të fortë. Nëse shega juaj është në vazo, kontrolloni me kujdes nëse rënjet kanë mbushur plotësisht dhe kanë rrethuar brendësinë e vazos, dhe nëse po, transplantojeni pa vonesë në një vazo dukshëm më të madhe në fund të vjeshtës, kur pema pushon dhe transplantimi e stresim më pak. Shtoni gjithashtu pak plek të pasur me fosfor dhe kalium në fund të verës, që ndihmon shumë zhvillimin e degëve të reja dhe të forta për sezonin tjetër. Tani që i njihni të pesë shenjat, le t'ju jap një plan të thjeshtë dhe praktik kujdesi për shegën tuaj gjatë pjesës së mbetur të verës. Ujitni thellë një herë në javë dhe më shpesh vetëm në valë të nxehtësisë vërtet ekstreme. Por gjithmonë duke lejuar sipërfaqen e tokës të thahet pak midis ujitjeve të njëpasnjëshme. Kontrolloni pemën çdo javë, pa përjashtim, për të pesë shenjat që mësuam sot bashk: lulet që bien tepër shumë, gjethet e zbehta ose të verdha, çarjet apo ngjyrat e çuditshme të lëvores, frutat e vegjël që bien dhe mungesën e rritjes së re. Mos e krasitni rënd gjatë verës, hiqni vetëm degë të thara plotësisht ose dukshëm të sëmura. Shtoni një shtresë mulçimi rreth bazës për të mbajtur lagështinë dhe temperaturën e tokës më të qëndrueshme. Dhe drejt fundit të verës, jepini pak kalium që e ndihmon frutin të piqet mirë dhe të ëmbëlsohet. Të marrë nga hiri i pastër i drurit ose nga lëvozhgat e bananes të lëna në ujë. Për të gjithë ju në diasporë që keni një sheg xhuxhe në vazo në balkon, në Itali, Greqi apo kudo tjetër, të pesë këto shenja vlen krejt njësoj, por me disa specifika shtesë që duhet t'i mbani parasysh. Vazot thahen shumë më shpejt se toka e hapur, kështu që kontrolloni lagështinë çdo 2 ose 3 ditë gjatë verës, jo vetëm një herë në javë. Rënjet e kufizuara brenda hapësirës së vazos e bëjnë shegen shumë më të ndjeshme ndaj mungesës së lëndëve ushqyese, prandaj një plerim i lehtë çdo 2 javë gjatë verës është veçanërisht i rëndësishëm për shegen në balkon. Dhe polenizimi manual bëhet edhe më i nevojshëm në balkon. Sepse bletët arrijnë me shumë vështirësi në katet e larta të pallateve, kështu që bëjeni vetëm me një furçë të vogël herët në mëngjes kur lulet janë të hapura plotësisht.
Para se të mbyllim videon e sotme, dua t'ju tregoj shkurtimisht disa gabime të zakonshme që e përkeqësojnë gjendjen e shegës edhe kur ju mendoni se po e ndihmoni sinqerisht. Gabimi i parë, ujitja e parregullt, pra shumë ujë sot dhe fare ujë nesër. Shega e do shumë më tepër qëndrueshmërinë se sa vetë sasinë e ujit. Gabimi i dytë, krasitja e rëndë gjatë verës duke menduar gabimisht se po e hapni pemën për më shumë dritë, kur në realitet po i hiqni pikërisht gjethet që ushqejnë frutat me energji. Gabimi i tretë, plehrimi me shumë azot gjatë verës, që nxit rritje gjethesh të reja në vend të përqendrimit të frutat ekzistuese. Gabimi i katërt, të shpërfillësh shenjat e para duke menduar naivisht se do të kalojnë vetëm me kohën, ndërkohë që problemi thellohet çdo ditë që kalon. Dhe gabimi i pestë, dhe ndoshta më i zakonshmi nga të gjithë, të mos e kontrollosh fare pemën rregullisht dhe me vëmendje, duke e vënë re problemin vetëm kur është tashmë shumë vonë për ta rregulluar në këtë sezon të njëjtë. Kështu që le t'i përmbledhim bashkë të 5 shenjat që duhet t'i kontrolloni të shega juaj pikërisht tani, në këto javë të verës. Rënia e tepërt e luleve pa fruta, që tregon problem polenizimi ose stres të tepruar nga uji. Gjethet e zbehta ose të verdha jashtë kohës të sezonit, që tregojnë mungesë lëndësh ushqyese ose probleme serioze me rënjën. Çarjet apo ngjyrat e çuditshme në lëvore, që tregojnë stres klimatik ose një infeksion të mundshëm. Frutat e vegjël që bien vazhdimisht nga pema, që tregojnë stres nga thatësira ose praninë e insekteve të dëmshme. Dhe rritja e re shumë e dobët e degëve, që tregon një problem më afatgjat me tokën ose me rënjet e pemës. Nëse i kontrolloni me kujdes këto 5 gjëra tani, ndërsa jemi ende në zemër të verës, keni akoma kohë të mjaftueshme për të vepruar dhe për të shpëtuar korrjen e këtij viti, ose të paktën për të përgatitur pemën për një sezon shumë më të mirë dhe më prodhues vitin e ardhshëm. Shega është një pemë e mrekullueshme që shpërblen bujarisht kujdesin e saktë dhe të vëmendshëm me fruta të kuqe, të lëngshme dhe plot vitamina, ato fruta që na kujtojnë vjeshtat e bukura të fëmijërisë son. Mos e lini shegen tuaj të vuajë në heshtje pa e vënë re. Shkruani në komente nëse shega juaj po tregon ndonjë nga këto 5 shenja që mësuam sot. Dhe do t'ju ndihmoj vetë personalisht në komente me këshilla specifike për rastin tuaj. Nëse ky video ju ndihmoi qoftë edhe pak, jepni një like dhe ndajeni me dikë tjetër që ka sheg në kopshtin apo në balkonin e tij. Dhe nëse dëshironi të më mbështesni për të vazhduar këtë punë, mund të klikoni butonin e vogël Super Thanks që shfaqet poshtë videos. Abonohuni në kopshti i agimit për teknika reale dhe të provuara çdo javë. Shihemi javën tjetër. Mirupafshim dhe kopsht të bollshëm e me shumë fruta.